Më ka dëshpru me një farë mënyre që kam dasht me ikë për Kosovës kejt. Pa thonë i pari, udhëheci i komunës, nuk më shme orë shpreje për më punësu. 2 minuta për ty në qësë në alejen. Pse jo resti diplomuar e pa punë? Të kishte qenë para luftës, kisha thonë sistemi e ka bët vetën. Po. Po tash mas luftës e bën politika. A ke po shërin politike sa? Ja kom po shumë. Pse? Pse politika mirët me njerëz që i konvenon atine. Nuk është një pyetje që nuk jam jurist i mirë, se kam në dëshmi edhe në gjykatë. Do më thonë, kam punu në gjykatë 1 vjetë, kam krye stazhe, po nuk më kanë punësu. A ke lyp arsye, a ke bë ankesë? Kam bë kërkesa për punësim shumë herë. Po me të thonë drejtën, kur kam bë pjesë në konkurse, më kanë thonë komisionert, e ati që kam bë paneli, do të thonë intervistimit, kanë thonë nuk mujna me të morë se na ka dhonë preferencë për dikën tjetër me morë. Edhe nuk mësh me orë në shprej edhe po t'jesh me thonë i farfjole edhe biri zëtin të thëjsa. Dhe thonë se është në shtakesh me thonë. Po pa thonë i pari, udhëheci i komunës, nuk mësh me orë në shpreje për më punësu. Këto i kanë bo. A të ka dëshpru, Alban? Më ka dëshpru me një farë mënyre që kam dasht me ikë për Kosovës kejt. Po në duke qenë një pjesëtar një familjes që ka qenë gjithmonë kontribut dhënë se qoftë në arsim ose në mënyra të tjera. Edhe edukata, kultura, më ka bon që mos me lëshu venin, me punu në venin ta, me najtë. Si do qoftë, vinë ditë më të mire. Bëhet më mirë. Apo të mbes bërq, na i san Alban për te i kësoj që nuk më pëlqej heq as pak, se ty shumë mire e rrethekove muhabetin kur the që me pas qenë në sistem të asaj kohë kështë të qenë regull, po me qenë që jemi të lirë tash edhe kemi kësi diskriminime është pak e ronë, apo të mbes bërq na i san pa thonë. Përveç asoj që jam shumë i lumtur që fula me ty. Une ju falenderoj shumë që keni ardhur në fshatin tonë, se është një fshat sidomos me bukurit mira natyrore, me një kulturë, mbi gjitha e ka një kulturë të mirë, arsimore, edukative, që janë njerëz të mikprica, janë njerëz që të presin mirë në konak. Une veç ju thamë që vazhdoni me tutje, jeni të mirësarë gjithmonë, kur do që keni kohë, mundi me orë me na vizitu, se Tërpeza nuk nalet me investime. Tërpeza do të ketë gjithmonë investime edhe në të ardhmen.